Dua të pyes Ami dhe një farë mënyrë dhe publikun. Kush e simbolizon dashurinë supreme, sublime, midis një vajze dhe një djali? Mua të parë që më vinë ndërmend janë Romeo Julieta, pa diskutim. Ata janë. E dhanë jetën për dashurinë e njëri tjetrit. Sigurisht. Të lutem, po ki stoli këtu? Stoli, nuk na kujton vetëm dashurinë. Ulu, Ami. Sa ulemi këtu si dy të dashuruar, si kur t'ishte kështu, po mosha... Do më këndosh me një serenat? Me një serenat. To në batho, jo më nuk do të ri, dhe në stacion, më ty nuk do të pre, ja ma jerdi, dhe 20 dit. Ami, jo më kot, edhe publiku, unë e publiku jemi që të dy në një mëndje, duha të bëj një surprizë. Tjetë veçantë, dhe publiku dhe për ti. Surpriz, të lutem! Ma le për në fund, okej? Për në fund, gjithmonë të bukurat janë në fund. Gjithmonë je njeriu i surprizave, po. Mbylli sytë, veç se do presësh pak që surprizat bëjt tamam. Të lutem, Dakor. Mos hap sytë, Dakor. Të lutem. Mos u vono shumë, goni. Jam i omëll si shërbet, qonë si onë, maj qonë si onë, ti mo ilsa s'ki me gjerë. Kush jam? Ferdi, hajde, se nuk jam Elsa, hajde. Isa. Nuk jam Elsa, Ferdi, nuk jam Elsa, pra, jam Ami. Nuk jam Elsa, s'ka ardhur në takim Elsa ty sot. Bëbe. Isa. E ke puthur Elsën? Në më puthur shpak me. Më puth pak me. Nuk e ke puthur akoma Elsën, Jo, mi, doja ta puthja sot me. Ha me. Të të puthun atërë. Po shumë mirë, që të të puthun do mbyllës sytë si fillim, pastaj do të puth. Po, dua pak pregatitje unë, Ferdi, duro pak, mbyllë sytë. Ja, numroj. 10, 20, 30, 20, 50, 60, 70. Ja, edhe pak. Tuj, hapa! Kush të veshi ty me? Jam veshtur vetë, Fredi. Shfa keme? O, Fredi. Amince. Aman shqyqyr që erdhe se mu këput koka, mu këput. Ua që tu emi që mu nga starisa? Tu këput fare me? O, Fredi, mu këput koka është në mënyrë figurative. Kështu thuhet kur jetë duke pritur të dashuri. Këmi ka? Të dashuri. Ke zonë të dashur! Si ma bërë këto mi? Që femër, mizore! Po si s'më të vej gjë mua mi? O, Fredi, i dashuri im je ti. Si arroba unë shumë mi? Koka. Ua! O, Fredi, më dëgjo me vëmondje se... Kush me? Ti pra ti. Fredi, më dëgjo me vëmondje tani. Po, mi Sandri, po, o gani. O, Fredi! Po, Ferdi. O, Ferdi! Unë e kam vendosur një gjë shumë të rëndësishme. Edhe unë e kam vendosur. I thash edhe mami. Dhe të marrë ilësën për dorë, e do shkojmë bashkë në gjendjen civile. Do shkojmë bashkë në gjendjen civile, do shkojmë aty, që ngellëm pa karta identiteti fare me. O, Fredi! Mi Sandri! As nuk dua t'ja di fare për kartat e identitetit. Po pse mi qfar të qeti kështu, Mua po më dyve në këmbët. Po ngri këmbët lartë, mi se shlodhesh. O, Fredi! Mi? Po ri pra tani, ne do shkojmë në gjendjen civile që të bëjmë celebrimin. Celebrimin? Po pra, celebrimin. O, sot sa tur! Që është dhe turpi, mi si ta në zëtë goja? Po pse mo që ka për turp, tu celebrim po themun. Shfa jam unë mi, min ato që celebrima.
Të vjen zonë nga vetja, të vjen zormi. O Fredi, Ha? nuk është ajo celebrimi. O Fredi, pse ke frikë ti, Fredi? Pse ke frikë, a? Unë frikë. Me këmë nga tonë mua ti me. Jam nga to djemun, se të dukem kështu si delikat. Jam nga to djemun një vajzë mbarë që... Qarë bëllë? Pam, të ra. Më e veç. Aman, o Fredi, Fredi, jam i Sandri, më të nëzirë të zoti, fare të nëzirë. S'mër e fesh njerëmi, unë të dukem kështu ty, po unë, ky që shek këto, për balë, më sy... Ky që shek në sy, time, unë s'kam frikë, për asë gjë s'kam frikë. Ja, më shiko, 4 herë kam bajtur vetëm të kopshë zoologi, 4 herë. Pomi! Ua vërtet, kurmi! Unë pomi kam bajtur vetëm, edhe imagino, e kam parë Luanin ja këtu, e ke Skënderbeu. Ka qafër! Mi ka qafë, moj s'kam frikë për asë gjëmi, asë trembëm, më trembët syri fare mi, ja, unë, Ferdi, për asë gjë s'kam frikë. Ua, s'ga Luani nuk e frikë Unë fare mi nga asë gjëmi, fare s'kam frikë nga asë gjë. Ua, Miza! Ua, Miza! Mos mi! O Fredi! Komi! Mos mi! Oma!